Mirë, kemi diskutuar gjuajtja me torë të shefit të ZRE-s, një aksion ky simbolik, dhe analistin Dibran Hoxha, besoj se e kam në këto momente. Besoj nuk jam veç analist kur edhe gjujtor, jam edhe aktivist. Mirë, analist i e gjitha ande, nëse kërkon për ty për shembull në Google analist, gjithsesi të përshëndes, a je mirë? Mirë, nuk përse. Ajo që ka jemi është edhe ajo që shpërceptohemi prej tjerëve. Okej, sepse duket si ti ke qenë pak, nëse mund ta përdorim këtë fjalë si motrimi dje, në mes të tjerë kolegëve të tu, organizatorëve të tjerë, ty të kanë lënë atë tortën, ti apo kishe më shumë eksperiencë, apo si ta themi? Po, faleminderit mas pari që na keni konsideru për këtë interviste dhe në këtë mëngjes me shi, besoj që edhe qytetarët janë të kuptuar rëndësinë e aksionit edhe çështjes rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Mu dje veç më ka rënë hise për shkak të se aksionin na e kemi kuptuar që kryeshefi ZRE-s ka qenë në një event, e kemi kuptuar vonë, edhe organizimi është bërë prej krejt grupit, se cili ka kontribuar në mënyrën e vet. Unë isha pak më i lirë për me realizu aksionin, nuk ka të bëj me trimrin ose mos trimnin, po si të qoftë një grup që tashmë jemi aktiv të paktën prej 2021-s, edhe e kemi kuptuar se çështja e energjisë elektrike është duke e rëndu xhepin, duke varfëruar xhepin e qytetarëve çdo ditë më shumë. Ju besoj e dini kronologjinë që në fund të 2021-s patë nis reduktimet e rrymës, mandej në fillim të 2022-s është vendosur blok tarifa, e cila në rast që përdorim, konsumojmë energji elektrike mbi 800 kWh, çmimi mund të rritet në faturim deri në 200%. Pastaj në 2024 është vendosur për me u rrit prapë çmimin e energjisë elektrike për 15%, ka kalu pak në heshtje dhe përsëri po kërkohet për 15%. Na jemi duke organizu aktivitete në vazhdimsi, aksione, këto që po shfaqen janë disa aksione që kemi realizuar javën e fundit. Protestat edhe të gjitha organizimet tjera janë të mirë se ardhuna. Një protestë është lajmëruar me 5 prill, besoj një tjetër do organizohet, do paralajmërohet shumë shpejt, kështu që edhe ajo që na kemi pas sidomos pas aksionit të djeshëm është që qytetarët janë tepër të revoltuar, se edhe ata po e ndjejnë që pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, efektet zinxhirore në rritjen e çmimit të produkteve tjera dhe gjithçka që ndërlidhet që në ditët e sotme në shekullin që po flasim 21, gjithçka tashmë lidhet me energjinë elektrike, ka me pas efekt negativ në kuptimin që rriten të gjitha çmimet. Do të keni edhe sot një aksion, më duket kam dëgjuar, apo nuk dojnë ta thoni? Nuk tregohet. Po sot ka qenë një lloj planifikimi, veç sipas kushteve dhe rrethonave na vendosim ndonjëherë më i lajmëruar, ndonjëherë mos më i lajmëruar aksionet, edhe e shohim a është përshtatshëm terreni për me realizu. Sot nuk kemi ndonjë aksion të planifikuar, po gjithsesi na për çdo lloj aksione dhe aktiviteti që e bëjmë në këtë drejtim, sigurohemi që me njoftu të gjitha mediat edhe palët e interesuar. Na po mundohemi me shfrytëzu secilën platformë që na jepën që me i bëu thirrje qytetarëve për me na u bashku. Organizimi është i hapur edhe nuk është përjashtues, me që çështja dhe kjo kauzë shumë e rëndësishme. Ka qytetarë që po më shkruajnë edhe që janë të gatshëm me ju bashku iniciativës. Unë po shpresoj që kena me mri me u mobilizu dhe me abu të ditën ZRE-s, pra që nuk do të tolerohet kjo lloj rritje e çmimit të energjisë elektrike, sepse tashmë është bë absurde, është bë një lloj rituali që ata çdo vit aprovojnë rritje, kërkesën e Kecit për rritje të çmimit
dhe nuk e diskutojnë fare me qytetarët, nuk e kanë parasysh fare interesin e qytetarëve. Dibran, ka nga ata për shembull, a ke ndonjë mesazh që marr mbrëm apo sot një mesazh që nuk e ka pëlqyer ndoshta këtë aksion simbolik? Na e kuptojmë që një pjesë e qytetarëve me të drejtë e kanë bindje që aksioni në sytë e tyre mund të duket radikal. Por qëllimi jonë nuk ka qenë me dëmtu fizikisht askënd, qëllimi jonë ka qenë dhe mbetet që me sjell në vëmendje të publikut rëndësinë e këtij shtrejtimi që po ndodh. Për shumë nuk po du me njanu ose me dash me arsyetu me thonë që dikujt në masë madhe i ka pëlqyer se jo, ama shumica e mesazheve, po them rreth 97-8%, shumë pak janë mesazhet që më kanë ardhur dhe që nuk pajtohen me mënyrën e të bëmit aktivitetet ose me vetë aksionin. Ka pas madje edhe kërkesa për aksione më radikale, po nuk kemi nevojë me kalu kufit e asaj që quhet demokraci. Na mjetet që i kemi në dorë mundohemi me i shfrytëzu, edhe siç e thash me mbrit qëllimin për me mobilizu sa më shumë qytetarë në këtë iniciativë. Ndonjë mesazh nga shefi i ZRE-s e mora apo jo? Në mënyrë, jo, direkt s'ka nevojë, na në mënyrë të tërthort e kuptum që ZRE-ja ka lëshu një komunikat ku thotë që nuk ka nevojë për ngutime që vendimi prej tyre nuk është marrë akoma, por domethënë historia edhe praktika e vetë ZRE-s na tregon që ata sa herë që ka kërku kece kanë aprovu rritjen e çmimit të energjisë elektrike, kështu që nuk ka ndaj indikacion që këta këtë herë nuk kanë me botë të njëjtën. Indikacioni fillestar ka qenë që është përhap një lajm, gjoja që 35% do jetë rritja, edhe kjo është mbrana një propagande që dikush e kërkon 30-35% rritjen, mandej kur aprovojnë këta 15% me na u dok pak në sytë tonë. Ama keni parasysh për 4 vjet me u rrit 3 herë me ushtëritu çmimi i energjisë elektrike është tepër shumë. Do të thonë rreth 125% mesatarisht është të rritë çmimi i energjisë elektrike. Ju thash kjo prodhon efekte zinxhirore për shkak që shtrejtohen gjitha çmimet tjera. Kështu që për këto kjo punë është e papranueshme, edhe në gjitha kapacitetet tona kemi mobilizu, mja bu të ditëm ZRE-s që nuk mundet me marrë vendime në dëm të interesave të qytetarëve. Kureshtja ime shkon ku e keni gatuar, ku e keni bler tortën? Atash duhet me bo reklam. Jo, vetëm se a keni vënë në një pasaqëri kështu në Prishtinë? Po, shpejt ka ndodhur, domethënë diku te rruga Dojç atje dikon se ju ka pëlqyer. I ka pëlqyer, dhe ato 15% e bëri pasaqëri aty e shkroja apo keni shkruar ju? A e kuptoi ai? A e kuptoi që ka të bëjë me? Nuk e besoj, edhe pse 15% që ka qenë, se më thonë frazë goxha e përhapun këtë ditë për shkak të vetë çështjes edhe kësaj që po e flasim, po nuk e besoj që ka kuptuar. Na veç thash se e kemi marrë vesh që është në një event në Emerald kryeshefi i ZRE-s, edhe kemi shku ata që kemi qenë të lirë për me shku edhe me krye aksionin. Sa bëri torta, sa kushtoi? Bëjmë një llogaritje se nëse energjia elektrike e ka pagu një shoqe edhe nuk ka pranu me kallëzu sa ka pagu, se na dëshim me ndo atë kosto, po se nëse përdorni përsëri për një aksion tjetër dhe i bie që të rritet çmimi edhe i tortës më pas. Po, edhe ato isha të e mendu që e di me siguri që nëse na e lejojmë këtë shtrejtim të rrymës, kjo torte do kushtoj më shtrejt pas një javë ose 2 javë, sigurt, edhe ky nështë është ilustrimi më i mirë për me sjell në vëmendje të qytetarëve se çka është duke ndodhur aktualisht. Këtu nuk ka as ndasi kur fare, e as partijake që nështë dikush mundohet me portretizu ashtu, sepse
rrymën e paguajnë të gjithë, si votuesit e vendosës, si të LDK-s, si të PDK-s, nuk ka dallime, edhe kjo i prek të gjithë qytetarët. Keci ti kthehet Kosovës, me njerë në faqen tuaj, keni shkruar dhe kështu? Po, faqja është aktive tash e 4 vjet, her pas here ka pauza për shkak të se gjithë grupi organizativ është i angazhuar edhe me punë tjera, kjo është punë në baza komplet vullnetare. Na kemi konsideruar që pas privatizimit të Kecit, bara edhe që me thonë vështirësitë që janë shkaktuar qytetarëve kanë ardhur edhe përmes shërimit të energjisë elektrike, dhe nëse ekziston një kompani e cila operon në mënyrën që operon Keci në një vend të varfër si Kosova, ku deklaron qindra miliona fitime çdo vit, edhe bara e qytetarëve shkon duke u rëndu ditë mas dite, na kemi konsideruar që në këtë fazë, me që na po duhet edhe me rrit çmimin e energjisë, edhe me financu fitimin e Kecit, edhe me subvencionu qeveria fitimin e Kecit kur po ka nevojë, atëherë çfarë kuptimi ka kur kjo kompani nuk mundet me i përmbush obligimet ndaj qytetarëve, pra me na furnizu me rrymë, sepse reduktimet po ndodhin gati çdo dimër, edhe nuk mundet me i kry punët dhe përgjegjësitë që i ka, obligimet që i ka, nuk ka kurrë kuptimi që me ekzistu me operu një kompani private që është Keci në rrethana kur dëmtohen të gjithë qytetarët e Kosovës. Prandaj, qoftë si fazë tranzitore, qoftë si fazë finale, por neve i është me qenë fazë finale, kthymja e Kecit në një operator publik, por neve metet çështje kyçe, po mundona me ilustru shumë thjeshtë. Në 2022-ën, qeveria ka subvencionu rreth 75 ose deri në 100 milion Kecin. Subvencionimi nënkupton që ato pare janë taksat tona. Pse duhet na me 100 milion euro me subvencionu Kecin dhe Keci me deklaru 20 milion euro fitim në fund të vitit, për shembull. Nëse kosto e fitimit, kosto që na ngarkohet neve për fitimin e Kecit të një kompanie private, duhet me qenë gjithçysh një lloj subvencionimi, atëherë e subvencionojmë kompaninë publike, ajo në një periudhë kur gjeneron fitim, ato prapë na kthehen në arkën e shtetit tonë. Nuk ka nevojë as me i çuar në Turqi, as me i çuar në një vend tjetër ato pare. Pra, idealja është që çdo kompani, sidomos kompanitë publike, mos me operu me humbje, se dhe ato bëhen barë për qytetarët, por në një moment krize, nëse Keci do ishte publik, na do e financonim prej taksave tona, por në një moment jo krize, ai do gjeneronte fitim, kjo kompani, edhe ato pare në arkën e shtetit na do i shfrytëzonin prapë. E tash edhe ja financojmë fitimin, edhe nuk marrim asgjë në këmbim. E vetëm atë 15% të shkruar në tortën që në fakt dje keni dërguar dhe keni drejt shefit të ZRE-s, ne e kemi marrë vetëm 15% dhe kemi temë sot, ndërsa jemi duke folur së bashku, kemi mesazhe. Për shembull, një nga mesazhet që dikush na shkruan, po ankohet thot për çmimet që rriten çdo javë, e për rritjen e energjisë elektrike është shumë thot, ama dhe ne duhet të kemi kujdes ta ruajmë. Si e komenton ti këtë mesazh për shembull të dikujt që patjetër që, do të thonë, përgjegjësia mbi qytetarët është sepse besoj është kulturë elementare që të kursejmë energji elektrike, por kjo nuk ka të bëjë me kursimin ose mos kursimin. Kjo ka të bëjë me një apetit të Kecit që më tonë ose ka për qëllim me fitu çdo herë më shumë. Për rritjen e çmimit të produkteve edhe koston e jetesës në përgjithësi, na e shohim, ekziston edhe një grup tjetër, një iniciativë tjetër që thirrët Kosova bojkoton ose nuk gaboj,
Edhe ajo iniciativë ka për qëllim me sjellë në vëmendje të publikut abuzimet që ndodhin me çmimet në përgjithësi, sepse dikush në këto situata përfiton, dhe thash përfiton në kurriz të qytetarëve. Pra, kur shtrejtohet rryma, shtrejtohen të gjithë zinxhiri tjetër në industri edhe në prodhim, sepse ata të gjithë ato produkte i prodhojnë përmes energjisë elektrike, pashmangshëm. Veç na po mundohemi me mobilizu publikun për këto çështje. Ama shpresojmë që mobilizimi me qenë sa më i madh dhe kur kemi besoj që frustrimi ka nisë me ardhë dhe me ushtu edhe për faktin që kryeshefi i ZRE-s ka dalë me disa deklarata goxha cinike edhe banale, sepse ka thonë që në një lloj ironie të skajshme, nëse qytetarët e gjejnë më lirë, le të dalin, le ta blejnë ku të dojnë vetë. Për ashtu, na nuk kemi nevojë me pas institucione, nëse gjithçka është në dorën e qytetarëve, se kjo është pak e njëjtë me atë katrahurën që u pa të bënë nëse ju kujtohet për blerjen e librave shkollor. Domethënë, nëse institucionet nuk kanë kapacitete me kry përgjegjësi dhe detyra shumë të thjeshta, qysh është zyra rregullatorit të energjisë, pra me rregullu tregun e energjisë, jo me ngarku xhepin e qytetarëve, qysh është Ministria e Arsimit me i ble librat, jo me ngarku qytetarët, me i ble e kështu me radhë, nëse këto institucione nuk mund me kry punën e vet, çfarë kuptimi ka ekzistenca e këtyre institucioneve? Këta po na thonë, le ta marrin qytetarët fatin e vet në dorë. Po, ama e marrin. Po për ashtu nuk kena nevojë me pagu taksa dhe me pagu për rrogat e juja, se ju jeni përfaqësoni institucione publike. Kështu që kjo është deshtë me qenë piknisja dhe përfundimi i çdo lloj gjykimi dhe analize që na e bëjmë. Dibran, kemi edhe 1 minutë kohë së bashku. Të pyes në pyetjen e fundit, pavarësisht çfarë ka thënë zyra rregullatorit të energjisë për atë sqarimin se në fakt nuk është marrë asnjë vendim për rritjen e tarifave të energjisë ende jo, do të ketë protesta që paramendon të jenë në 4 apo 5 prill, më duket? Po, me 5 prill, domethënë është një grup tjetër, po këtu nuk ka nevojë për ndasi, sidomos në këto momente. Po? Duhet me u tejkalu protagonizmat e kuptimit që kush është i pari, kush është i dyti. Shumë mirë që ka iniciativa qytetare, shumë mirë që ka revolt. Na kemi nisë disa kontakte me grupin organizativ që organizon protestën e 5 prillit. Na shumë shpejt do dalim me një njoftim edhe për një besoj, edhe për një protest tjetër. Sa më shumë iniciativa, sa më shumë qytetarë, përfitojmë në këtë situatë dhe nuk vim në gjendjen kur shtrejtohet edhe njerë çmimi i energjisë elektrike. Edhe ne urojmë kështu të mos kemi më aq sa është shtrejtë, edhe 15% është tepër për vendin tonë dhe për çdo qytetar. Faleminderit shumë për kohën, të përshëndesim. Faleminderit për mundësinë. Gjithë të mirat.